e kanë shfrytzuar Islamin. Në programet e tyre ju kanë referu si diçka që po e thot Amerika, po e thot Trumpi. Në zgjedhjet e fundit e kom vrejt një trend të ri, është përmend shumë, sidomos prej disa partive që janë formu së fundi, e kom vrejt një trend të ri që në farë forme ndoshta nuk e di sa është fjala e duhur me thonë, po e kanë shfrytzuar Islamin për t'i shtyer përpara agjendat e tyre. Kjo ka ndodhur sidomos në zgjedhjet e fundit, ku deklaratat e presidentit Trump ndoshta shpesh herë edhe nuk i kanë marrë si duhet, po në programet e tyre ju kanë referu si diçka që po e thot Amerika, po e thot Trumpi, po e thojmë edhe ne, për shkak se edhe ne i besojmë, sidomos kjo ka qenë për komunitetin LGBT. Një deklarat tjetër që ndoshta me shembull që cilën mu m'ka bo shumë përshtypje, ka qenë edhe diskutimi i disa liderve, do me thonë të partive politike që kanë dalë dhe kanë folë për rolin e IVF-it, pse është i dëmshëm edhe gjërat të tilla që konsideroj që ka qenë totalisht dezinformuese.